Është interesante deklarata që bëri në Tiranë ditën e premte raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Shider, kur tha tjetër është Shqipëria që na shfaqet nga ato pamjet e protestave të opozitës dhe tjetër është kjo Shqipëria normale që tha që shoh me sytë e mi. Foli për një demokraci normale. Tani si ti kuptojmë këto qëndrimet e të huajve që shohin dy Shqipëri dhe kur vinë këtu në vend i duket sikur vendi funksionon. Ke një qeveri që akuzohet për korupcion, po ke edhe një opozit që është e lirë të protestojë dhe të... Dakor, jam, dhe më thënë, që ndodhë, nëse të themi vizitorët... Kam përshtypjen se kështu funksionojnë të gjithë diplomatët e huaj, dhe diplomatët e huaj, po sepse kanë ndruar, dhe bota kanë ndruar, diplomacia, mënyra se kanë ndruar gjithë shka tashmë në këtë bota, në këtë koncept globalizimi. Dhe çfarë ndodhë? Ndodhë që në një farë mënyre mbajtja me të mira, po një farë nga kryeministri, nga qeveria të diplomatëve, nuk është më çështje interesit të demokracisë të vendit që përfaqëson, më shumë se sa interes që mos themi korruptiv e lidhur pse jo dhe me kompani të lidhura me qoftë me ambasador apo me diplomat huaj. Mua s'ka nevojë as si diplomat huaj të vitë më thot gjendjen e Shqipërisë. Treguesit janë të qartë dhe për këdo që do të shoh dhe do t'i ketë sytë hapur, e dim shumë mirë se çfarë po ndodh me Shqipërinë. Çështja është që këta të huaj vinë, bëjnë raportet e tyre, i prezantojnë në institucionet ku punojnë për Bashkimin Evropian, për Parlamentin Evropian, për Komisionin Evropian, edhe Shqipëria rezulton pastaj një vend që ecën funksionalisht. Protestat popullore, patjetër që e bëjnë të duket mbretin lakuriq. Sa do t'i thuash si se ka veshje të bukur. Kështu që protestat popullore do të bëjnë dhe këta diplomatët dhe ambasador qoftë përpara selive të tyre, qoftë përpara popullit të tyre, të kuptojnë që këtu ka diçka që nuk shkon. Është një vend që financohet kryesisht, që ka model ekonomik financimin nga narkotrafiku dhe nga paratë e korrupsioneve, i cili do të futet në be. Dhe këtë gjë duhet ta dinë që të gjithë. Qoftë një diplomat i korruptuar apo jo, sepse nuk duhet ta paragjykoj, apo qoftë një diplomat naiv apo i paditur. Por nuk më duhet i diplomat më thotë se si është gjendja e vendit tim. Askujt për shqiptarëve nuk i duhet. Ajo që neve na duhet patjetër që të përdorin si një instrument për të sensibilizuar edhe shtypin e huaj, të cilët dhe ata i bën me dije vendasve apo i bën me dije të themi banorëve të Europës apo qytetarëve të cilët në vendet ku mund të kenë ndikim në Shqipëri, por mbi të gjitha, elementi kryesor i opozitës është sensibilizimi pikërisht i asaj shtresës të heshtur në Shqipëri, të cilët duhet të dalin dhe duhet të reagojnë, pasi e nesërmja mund të jetë shumë vonë. Jo më larg se përpara disa ditësh doli një raport i Bergit që flet që vetëm gjatë vitit 2023-2024 janë larguar 23% të njerëzve me arsim të lartë dhe rikthehen vetëm 2 deri në 3%. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon largimin e trurit, po ku do shkojmë në këtë koncept? Kemi të bëjmë me një shtet i cili ka zgjedhur për model ekonomik zhvillimin nëpërmjet parave të pista.